ndjehem shumë emocionume, edhe e nderuar në njëjtën kohë që marr pjesë në këto gara të Kuranit. Është privilegj edhe është nder për neve me marr pjesë, edhe forcu vendin ton. Shpresojmë për më të mirën. Patjetër që është angazhim, edhe çdo dimi të bindur që çdo angazhim ndaj fjalës së Allahut, patjetër që ka problem. Lutemi që Zoti na lehtëson këtë rrugë. Përgatitjet patjetër janë afat gjata. Kom qenë në institucionin Rabia Hatunit Prizren, aty kom përfunduar hifzin me mësuesit e mia të hifzit, e më pas edhe pasuritit aty kom bë, derisa kom diplomuar në komision, më pas kom vazhdu vetë. Po patjetër kjo është afat gjatë, vite. Kjo rrugë është plot sfida edhe kërkon shumë durim, mirë po sfida më e madhe për një hafez besoj është për ta mërrit titullin hafez me mbrojt këtë titull për gjithë jetën edhe më mundu me praktiku fjalën e tij. Kom qenë nder nëse një ditë kom merr që më mësu të tjerë të Kuranin. Gjithë secili mundohet ta kuptoj vlerën edhe rëndësinë që ka me qenë memorizues të Kuranit, edhe patjetër me kuptuar shpërblimin e madh që vjen me ta, edhe përgjegjësinë, edhe nderin, edhe privilegjen që posedon një hafez.